Shikuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt në hapësirën Breaking News për pra zhvillimet më kryesore. Prokurorët e SPAK kanë gjetur më në fund forcën për t'i lënë në dorë Sali Berishës thirrjen në prokurori për hetimet e 21 janarit. Letra i është lënë atij në dorë para ditën e së hënës, ndërsa ai ishte aty për masën e sigurisë. Berisha pranoi se do të shkojë, por tentoi të shmangë sërish dhe përmes avokatit ka kërkuar shtyrje të saj për një datë tjetër. SPAK e njoftoi se pret në zyrë ditën e mërkurë. Pas dite, Berisha mbajti edhe protestën më të dobët të Partisë Demokratike në vitet e fundit, duke sjellë tallje të socialistëve dhe tërbim të militantëve të saj. Berisha nuk do të premten, por duket se SPAK ishte gati, e fton të dëshmoj 2 ditë më herët, të mërkurën. Avokati i tij kërkoi SPAK të mos paraqitet më 21 nëntor, me justifikimin se doktori do të udhëtojë jashtë shtetit. Por SPAK ju përgjigj shpejt piruetës së fundit të doktorit, por jo duke ia plotësuar dëshirën, me një piruet të vetëm. Meqense doktori do të jetë të premten jashtë shtetit, atëherë dëshminë le ta jap përpara se të marrë avionin në Rinas. Ftesa e radhës është për të mërkurën, më 19 nëntor, madje që në orën 9, që doktori të mos ketë merak koincidencat. Por vallja me ushqit vazhdoi të ënën pasdite, vetëm se me një dozë më shumë komike. Fletësirja doktorit i ngeci në dorë, e me të në dorë, nga dera e SPAK, shkoj direkt të protestoj tek vendi i krimit, ku 14 vite më parë u vran 4 qytetar kur ishte kryeministër, por tani si lider opozite, mblodhi vetëm disa militant. Atyre pak tentoi të mbush mendjen se nuk proteston për të shpëtuar as veten dhe as partinë. Sot ajo mlidhet në foltorën e dytë. Foltorja që nuk ka më synim të shpëtojë opozitën, por ka mision të shpëtojë Shqipërinë nga regjimi i krimit. Nga protest në foltore, Berisha i quan sukses, pse patim shumë policë se protestues. Dhe ja të themi, merë, jo kaq se e ka mbushat në po të shkoni aty në ana tjetër, atë janë ja 500 policë. Në anën tjetër 500 të tjerë. Media tanë 2000 policë. Ky është fundi i regjimit, miqtë e mi. Por më shumë duket fundi një partie që u lind për të qenë alternativ pushteti. E dha verdiktin e vërtet për pjesëmarrjen. Si gjithmonë, kur flet për Belind Këlliçin, ai referohet më shumë Freudit se sa shifrave. Gjysmë kaq sa jemi këtu për 46 javë vjeç, Erion Velin, Lali Vjellsin, e nisëm atje kur ka vendi. E si gjithmonë për të marrë përsipër disfatat, prej vitit 2021, në Partinë Demokratike ka gjithmonë emër. Ai është personi që më shumë se kushdo tjetër, sot në Selim Blu, kompleksohet nga emri i tij, Belindi. Por ata që sonte në mbrëmje duke filluar nga orët e vonat natës, do të helmohen në mënyrë permanente nga mediat e regjimit për organizimin, për pjesëmarrjen, për njerëzit, për mesazhet. Ishte një foltore e parë e drejtuar nga doktor Berisha që riktheu shpresën Partinë Demokratike dhe ja doli të shpëtojë opozitën vetëm brenda 3 muajsh. I nisën protestat para Bashkisë Tiranë në prill të vitit 2024, që për 11 muaj Erion Veliajn ta përcillte në burgun e Durrësit. Nga tragjedia e SPAK tek Komedian Bulevard, socialistët qeshën me protestën. Por ndërkohë demokratët qajnë, Ilir Vrenozi, më shumë nga veremi se edhe kësaj radhe, ati i doli fjala, me gazin kundër Taulantit, me Belindin kundër Belindës, e sidomos me Berishën kundër SPAK, demokratët nuk kanë gjë në Terezi. Dhe Vrenozi ishte në shtëpi dhe hahet me leckat e tija, kupton? Sepse dua të heq Ramën, jo të bëj xhiro bulevardit, dhe t'i bëj karshille aty në penxhere jo. Mbi 80% e shqiptarëve mendojnë se faji për vrasjet e 21 janarit është i ish kryeministri Sali Berisha. Në sondazhin e përjavshëm të ABC News, po kaq vetë shpreh se drejtësia tashmë duhet të tregojë forcën e saj ndaj kryeut Partisë Demokratike, që jo rrallë ka sfiduar atë, por vetëm 50% të anketurave besojnë se drejtësia e re dhe SPAK do të arrijnë ta vendosin ato para përgjegjësisë penale për 4 vrasjet në bulevard 15 vjet më parë. 4 në 5 shqiptar, apo 80% e tyre besojnë se Sali Berisha është urdhëruesi i 4 vrasjeve në bulevard, më 21 janar të vitit 2011. Në sondazhin zëri shqiptarve në ABC News, rezulton se pjesa dërmuese vëngjishtin tek ish kryeministri Berisha,
për autorsinë e ngjarjes, kurse vetëm 19.6% besojnë tek pafajësia e tij. Në mas dërmuese është edhe pjesa e shqiptarëve që beson se SPAK duhet t'i jap fund piruetave të doktorit me fletëthirrjet për dëshminë e ta detyrojë për t'u paraqitur. 73.4% e shqiptarëve kërkojnë që Berisha të shoqërohet me forcë në SPAK, në rast se refuzon edhe fletëthirrjen e tretë. Vetëm 22% nuk duan përdorimin e forcës, kurse 4.6% janë akoma dyzuar. Të dyja kategoritë e fundit, sipas autorit të sondazhit Eduard Zaloshnja, anojnë nga votues të Partisë Demokratike, por ndonse 80% e shqiptarëve besojnë se Berisha është urdhërues i vrasjeve, vetëm 50.2% besojnë se drejtësia mund ta dënojë për 21 janarin, dhe këta janë kryesisht votues të majt. Shqiptarët ndahen te kjo pikë. 24.7% nuk besojnë se mund të dënohet, kurse një pjesë edhe më e madhe, 25.1% janë ende të dyzuar. Kjo tregon pesimizmin në rritje të qytetarëve nga reforma në drejtësi, por fletëthirrjet majtas e djathtas të SPAK kanë ndikuar edhe në një drejtim. Besueshmëria e qytetarëve tek partitë politike tradicionale ka rënë. Prej 11 majit, si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë rënje me 7%, por paradoksi është se rënja e Partisë Demokratike është po aq sa e qeverisë. Nëse Partia Socialiste ka rënë poshtë 50%, ka sërish një epërsi të madhe, mbi 18% të mbështetjes së Partisë Demokratike. Kurse elektorati gri ka arritur mbështetësit e Partisë Demokratike, një mbështetje që në zgjedhjet e pjesëme lokale të 9 nëntorit u pa se në rastin më të keq nuk del të votojë, ose në rastin më të mirë, kur voton Partinë Socialiste. Edi Rama mund të preferojë një sistem me dy parti. Problemi është se votuesit shqiptar, duket se me kalimin e muajve, pas 11 majit, e shohin gjithnjë më pak Partinë Demokratike si partinë e dytë në vend. Ministria e Drejtësisë kërkon ekstradimin nga Zvicra të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ndonsa kërkesa lidhet me dosjen Buka, SPAK thotë se ka dyshime dhe po verifikon një transfer të rreth 3 milion euro nga Shqipëria drejt Austrisë, nga e cila mund të ketë përfituar Arben Ahmetaj. Në Vjen dyshohet se janë vendosur ish bosot e incineratorëve Klodian Zoto dhe Stella Gugallia. Ministria e Drejtësisë ka kërkuar zyrtarisht nga Zvicra ekstradimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i cili është i shpallur në kërkim si i dyshuar për inceneratorin e Elbasanit. Kërkesa për ekstradimin e Arben Ahmetajt nga Zvicra u lexua nga gjyqtare Irena Gjoka në një proces tjetër që po zhvillohet në gjykatën e posaçme ndaj Arben Ahmetajt, atë të dosjes Buka SHA për privatizimin e një sipërfaqe toke. Prokurori i posaçëm Elvin Gokaj tha se gjatë hetimit për dosjen Buka ndaj Ahmetajt kanë rënë në gjurmë të një transaksioni për afro 3 milion eurosh nga Shqipëria në drejtim të Austrisë. Sipas tij marrë letër porosit nga Austria dhe po verifikohet roli Arben Ahmetajt në këtë transakcion prej 3 milion eurosh, si dhe lidhjet e tij me Austrinë. Ish zëvendës kryeministri ndodhet në Arratiqe prej muajit korrik të vitit 2023 dhe po strehohet në Zvicër. Ndaj tij për dosjen Buka, SPAK ka ngritur akuzën e shpërdorimit të detyrës në ndyshimin se i ka shkaktuar shtetit shqiptar dëm me vlerë 7 miliard lek, ku privatizuan aksionet e shoqërisë Buka SHA. Përveç akuzës lidhur me dosjen Buka, Ahmetaj është duke hetuar edhe për 3 vepra të tjera penale si pastrimi i parave, fshehje të pasurisë dhe korrupsion pasiv në lidhje me dosjet e inceneratorëve. Hetimi i transaksionit prej 3 milion eurosh mes Shqipërisë dhe Austrisë, si dhe dyshimi se Ahmetaj mund të ketë përfituar prej tij, dalin për herë të parë si fakte të reja nga prokuroria e posaçme. Po në Austri, dyshohet se fshihen edhe Klodian Zoto dhe Stella Gugallia, të cilët janë prej vitesh në kërkim, si të kërkuar ndërkombëtar për çështjen e inceneratorëve të Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Kreu i policisë së shtetit për herë të parë u prononcua për arrestimin e Ilir Metës një vit më parë. Gjatë një raportimi në kuvend, Ilir Proda tha se policia nuk ka bërë asnjë shkelje në këtë arrestim, ndërkaq që në gjykatën e posaçme vazhdon të shtyhet seanca paraprake për Metën dhe ish bashkëshorten e tij. Procesi po zvarritet nga mungesa e vazhdueshme e avokatëve. Arrestimi ish presidentit Ilir Meta në tetor të vitit 2024 shkaktoi debat të gjerë publik për mënyrën se si u mor në polici. Prej kohësh tashmë, Meta, duke harruar akuzat që rëndojnë mbi të, u fokusua në mënyrën e arrestimit, duke e cilësuar atë si një akt me karakter politik dhe skenë kriminale. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, në Komisionin për çështjet e brendshme dhe të mbrojtjes, ka folur për herë të parë mbi arrestimin e ish presidentit, duke u shprehur se mënyra e ndjekur nga policia ishte konform ligjit. Në lidhje me arrestimin e ish presidentit Ilir Meta, çështja është nën hetim dhe unë nuk kam çfarë të them, përveç faktit që për sa i përket opinionit tim,
atje nuk kemi të bëjmë me një veprim arbitrar, por kemi të bëjmë me përdorimin e forcës në rastet kur ka rezistencë ndaj arrestimit dhe në çdo forcë policie të botës, pavarësisht si e ke emrin apo çfarë detyre ke pas më parë, policia e shtetit në rastet kur bën rezistencë apo te kalon atë masën e atyre gjërave që duhet thuash në momentet e arrestimit, përdor forcë të nevojshme që besoj ka qenë proporcionale në raport me situatën. I takon individit të sillet sipas detyrës që ka mbajtur dhe do ishte në nderin e personit të sillej ashtu siç atë detyrë që ka mbajtur dhe jo t'ja kërkohet kjo gjë policisë. Seanca paraprake në GKK për dosjen e Ilir Metës, Monika Kryemadhi dhe 3 të tjerëve u shtypër në datën 27 nëntor, ku shkaku bë mungesa avokatit të tij mbrojtës. Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të kaluar, ndërsa kërkesat e tij për lirim janë rrëzuar më parë në 3 shkallët e gjyqësorit. SPAK kaloi dosjen për gjykim në fund të gushtit, e cila përfshiu 3 hetime në një: aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Ish-presidenti akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Kreu i ri i Agjencisë së Monitorimit të Policisë ka pranuar se atentati mafioz i rinasit kumbeti vrar famkeqi Gilmando Dani ende nuk ka autor. Eduard Mirka në raportim në kuvent thosë se fakti që në këtë atentat humbi jetën si një bashkëpunëtor i krimit dhe një agent i tij është gjithashtu e rëndë dhe se sipas tij po hetohen e çohen në ndjekje penale të gjithë ata që janë dyshuar se janë përfshirë në zinxhirin e komandimit. Atentati i ndodhur në Rinas mbetet ende pa autor. Ngjarja e rëndë mori përmasa edhe më të ndërlikuara, pasi u zbulua se në makinë me Gilmando Danin ishte dhe Muçi Shaljani, punonjës i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Por lajmi më i rëndë që u zbulua më pas ishte se Shaljani ishte punësuar në këtë agjenci vetëm muajt e fundit. Drejtuesi i ri i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, Eduard Merkaj, në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të mbrojtjes si pyetur për agentin Muçi Shaljani, u shpreh se është bërë kallëzim në Prokurorinë e Tiranës për procesin e rekrutimit të tij. Agjencia Mbikëqyrjes Policore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë është bërë kallëzim penal për të gjithë procesin e rekrutimit, si edhe për proceset e vijueshmërisë në punë për sa i përket forcës posaçme operacionale, drejtorisë forcës posaçme operacionale, për ato element që ne kemi parë që është shkelur ligji. Për pjesën administrative, siç e thatë edhe ju, unë kam marrë masa të drejtë për drejta duke pezulluar të gjithë zinxhirin komandues drejtorisë forcës posaçme operacionale, e cila jo më larg se sot janë marrë masat e një hetimi disiplinor ku konstatohet për një përjashtim. Merkaj theksoi që janë marrë masa dhe janë ngritur grupe kontrolli për secilin nga punonjësit e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Janë ngritur dy grupe pune, të cilët konstatojnë në kontrollin e të gjitha dosjeve personale dhe jo vetëm, kontrollit të verifikimit të figurës me të gjitha sistemet që ka në përdorim Agjencia Mbikëqyrjes Policore, por dhe sistemet e tjera të cilat i ka Policia e Shtetit që ne kemi akses, duke kontrolluar për secilin nga punonjësit e Mbikëqyrjes Policore nëse ka patur shkelje gjatë rekrutimit apo ka shkelje në vijim edhe sot që flasim gjatë gjithë periudhës. 2 ditë më parë, Gjykata e Tiranës la të lirë 2 punonjësit e policisë të ndaluar fillimisht në lidhje me këtë çështje. Bruno Cara dhe Arshim Zajmi do të hetohen në gjendje të lirë pa mas sigurie. Muçi Shaljani humbi jetën për shkak të plagëve të rënda të shtunën e kaluar, por emri i tij rihapi dhe një herë temën e përfshirjes serioze në bashkëpunim me grupet kriminale të uniformave blu të policisë. Një shqiptar u ekzekutua në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Francesc Shkambi u qëllua me armë jashtë restorantit ku ai punonte si menaxher. Autoritetet kanë vënë prang nga autorin e krimit, një 65 vjeçar i cili u dorëzua në polici pas ngjarjes. Francesc Shkambi ishte liruar nga burgu pak më parë pas uljes së dënimit nga presidenti Biden. Ai ishte dënuar në 2014 për drejtim të një organizate kriminale të trafikut të drogës. 44 vjeçari është kushëri Elvis Shkambit, autori të vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në tetor të këtij viti.
Një ngjarje e rëndë ka tronditur Michiganin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi Francesc Shkambi, një 44 vjeçar shqiptar, u vra me armëzjarri jashtë restorantit ku ai punonte si menaxher mbrëmjen e të dielës. Policia, e cila mburiti në vendngjarje pas të shtënave, gjeti 44 vjeçarin shqiptar pa ndjenja në verandën e restorantit. Pavarësisht ndihmës mjekësore, Francesc Shkambi ndroi jetë në spital. Autori i krimit, një 65 vjeçar banori Farmington Hills, është vetë dorëzuar në polici. Identiteti i tij nuk është zbuluar nga autoritetet amerikane. Sherifi i zonës ka treguar se viktima, Francesc Shkambi dhe autori 65 vjeçar, kishin pasur më herët përplasje me njëri tjetrin pa dhënë më shumë detaje. Francesc Shkambi është kushëri i Elvis Shkambit, autori që vrau gjyqtarin e apelit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit në kryeqytet në tetor të këtij viti. Pronari i restorantit ku punonte 44 vjeçari shqiptar, njëkohësisht kunati i tij, Frank Gjuraj, ka treguar për policinë amerikane se Francesc Shkambi kishte biseduar me dikën në telefon dhe më pas kishte dalë jashtë restorantit ku qellua 2 herë me armëzjarri. 44 vjeçari shqiptar Francesc Shkambi, që mbeti i vrarë mbrëmjen e të dielës në Michigan sapo kishte nisur një jetë të re pasi ishte liruar nga burgu si pasojë e uljes së dënimit të tij nga ish presidenti amerikan Joe Biden, demokrati i cili në fund të mandatit të tij dha ulje dënimi dhe falje për mbi 1500 persona të dënuar. Në vitin 2014 Francesc Shkambi ishte dënuar me 27 vite burg për drejtimin e një organizate kriminale që kontrabandonte drogë në Shtetet e Bashkuara nga Shqipëria, duke përfshirë sasi të mëdha të kokainës, heroinës, marijuanës dhe tabletave të ekstazis. Një vit pas krimit të rënditës, Prokuroria e Tiranës kërkon dënimin me 25 vite burg për të miturin Mario Përleshaj. 14 vjeçari, nxënës i shkollës Fanoli, vrau me thik bashkëmoshatarin e tij Martin Cani gjatë një konflikti mes tyre jashtë ambienteve të shkollës. Pavarësisht pretencës së dhënë, prokuroria e la në dorë gjykatës vlerësimin e dënimit nëse merret parasysh neni 97 i kodit penal, duke qenë se është i mitur, Përleshaj nuk dënohet më shumë se 12 vjet burg. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 25 vjet heqje lirie për të miturin Mario Përleshaj, i cili dyshohet se vrau me thik bashkëmoshatarin e tij Martin Cani dhe plagosi Luis Meçen një vit më parë pranë shkollës Fanoli në kryeqytet. Gjatë dhënies së pretencës, prokuroria e Tiranës Alma Felaj tha se e lënë në vlerësimin e gjykatës dënimin përfundimtar, duke sjellë në vëmendje nenin 97 për fëmijët. Ky nen përcakton se dënimi në këto kushte nuk i kalon 12 vite, çka do të thotë se nëse gjykata merr parasysh këto rrethana, Mario Përleshaj mund të dënohet me më pak se gjysmën e dënimit fillestar të kërkuar nga prokuroria. Vrasja e Martin Canajt dhe plagosja e Luis Meçes ndodhi me 18 nëntor të vitit të kaluar pranë shkollës Fanoli. Pas një sherri të ndodhur mes adoleshentëve disa ditë para ngjarjes së rëndë, Martin Cani kishte thirrur shokun e tij Luis Meçen nga një shkollë tjetër e Tiranës, ndërsa Mario Përleshaj disa shokë të tjerë, në mënyrë që të sqaroheshin. Por pas takimit pranë shkollës Fanoli për të sqaruar, ka pasur sërish konflikt, që prej arrestimit të tij Mario Përleshaj mbahet në institucionin e të miturve në Kavaj. Rreshjet e shiut kanë nisur të shkaktojnë probleme në disa zona të vendit. Rritja e nivelit të ujit në disa lumenj po shkakton rrezik për mbytyjesh. Në disa rrugë ka rrëshqitje dherash dhe pemë të rrëzuara nga era e fortë. Ndjekim materialin. Rreshjet e shiut që kanë nisur nga mbrëmja e djeshme në disa zona të vendit kanë shkaktuar problemet e para. Në Lezhë, rreshjet e dendura të shiut prej mesnatës kanë krijuar prani të madhe uji në qytet. Sistemi i kanalizimeve nuk ka arritur që të përballojë sasinë e madhe të prurjeve, duke sjellë vërshim të ujërave në bllokun e banimit 11 janari të lagjes Beslidhja. Moti me shira dhe shkarkesa elektrike ka shkaktuar ndërprerjet e energjisë elektrike kryesisht në zonat rurale. Në disa segmente rrugore të zonave rurale në Mirdit ka patur prurje inertesh dhe dëmtime të rrugës, por pa krijuar bllokime të qarkullimit. Në rrugën drejt Shëngjinit është shtrëzuar një pemë e cila ka dëmtuar linjën elektrike. Në digën e Fanit dhe të Ulzës, prurjet kanë qenë të konsiderueshme, por pa arritur pikën kritike për hapjen e portave. Situata po monitorohet në vazhdimsi dhe deri më tani nuk ka problematika të bllokimeve apo përmbytjeve. Rreshjet e dendura të shiut në zonën e Kurbinit kanë sjellë problemet e para. Prurjet në Lumindroj kanë arritur në nivele thuajse kritike. Në disa rrugë të fshatrave prania ujit ka bllokuar lëvizjen e banorëve. Në aksin e rrugës Kuraj-Burrel, rënja e gurve në rrugë dhe shkarjet e dherave nga malet kanë vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Në këtë zonë punonjësit e mirëmbajtjes po largojnë inertët. Në Vlorë, si pasojë e erës së fortë gjatë natës, ka patur pemë të rrëzuara në zonën e Skelës dhe në zonën e Pyllit të Sodës.
Qarkullimi i automjeteve është vështirësuar, ndërkohë po punohet në zonat e prekura nga forcat zjarfikse dhe nga shërbimet publike për largimin e pemëve dhe hapjen totale të rrugës. Qeveria do të falë gati 1 miliard euro borxhe tatimore doganore më të vjetra se 10 vjet. Ato do të fshin automatikisht pas hyrjes në fuqi të paketës fiskale. Qeveria thotë se nga kjo nis të përfitojnë mbi 200.000 tatim pagues, ndërsa falje të pjesshme do të ketë edhe për subjektet që kanë borxhe më të reja. Përjashtohen nga falja e borxheve tatim paguesit që janë në hetim apo në procese gjyqësore. Me ndryshimet e reja ulet edhe kufiri i transaksioneve në kesh për bizneset deri në 100.000 lek nga 150.000 që është aktualisht. Falja e borxheve dhe paqja fiskale ka nisur diskutimet në Kuvend. Ministri i Financave Petrit Malaj ka prezantuar nismën që parashikon faljen e borxheve që janë 10 vite të vjetra, ndërsa theksoi se nuk do të përfitojnë evazorët apo ata që kanë një vendim gjykate. Parashikohet që të përfitojnë mbi 200.000 tatim pagues me një efekt financiar prej 100 miliard lekësh. Nga kjo paqe fiskale përfitojnë rreth 202.000 tatim pagues, të cilët rezultojnë me detyrime tatimore. Mbi 60% ju përkasin tatim paguesve të cilët nuk ekzistojnë më, sepse janë ose në status pasiv ose janë të regjistruar. Për sa i përket detyrimeve tatimore para vitit 2014 ka qenë 100 miliard lek. Ndërkohë, detyrimet deri me 31/12/2024 janë 160 miliard lek. 160 miliard lek. Një masë e rëndësishme parashikohet edhe për uljen e përdorimit të parave kesh. Ministri i Financave tha se nuk do të lejohen pagesa të mes bizneseve me vlerë më të madhe se 100.000 lek me para në dorë. Para ka të bëjë me bizneset, të cilat do të lejohen të kryejnë transaksione në kesh me njëra tjetrën deri në shumën 100.000 lek nga 150.000 lek që parashikohet aktualisht në kuadrin ligjor. Mbi këtë shumë, pra mbi shumën 100.000 lek, çdo biznes do duhet ta kryej pagesën nëpërmjet bankës. Gjithashtu bizneset do të lejohen të shesin për konsumatorët mallra dhe shërbime me para në dorë deri në shumën 500.000 lek. Mbi këtë shumë, çdo shitje do të duhet të realizohet tërësisht nëpërmjet transaksioneve bankare apo formave tjera elektronike. Nga janari viti 2026 parashikohet që të nisë batimi i rivlerësimit të pasurive. Si që ta kryen këtë rivlerësim me një normë të reduktuar tatimore në masën 5% nga 15% që është aktualisht. Po ashtu, një ndryshim tjetër fiskal është edhe futja e TVSH-s 10% për fermerët. Qeveria ka akorduar 200 milion lek për rimbursimin e medikamenteve për tumoret në vitin e ardhshëm. Gjatë raportimit për buxhetin në Kuvend, Ministria e Shëndetësisë tha se po punohet që shërbimi i kimioterapisë të merret edhe në spitalet të tjera të vendit. Ministria foli për përmirësim të mëtejshëm të kushteve në shërbimin e onkologjikut në QSUT. Shëndetësia do të marrë më shumë para nga buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm. Në total fondi parashikohet të arrijë në 1 miliard euro. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Evi Stala në Komisionin e Shëndetësisë, ku diskutua projekt buxheti 2026, tha se onkologjiku i është akorduar një fond i posaçëm në vlerën prej 200 milion lek për barnat e rimbursueshme për sëmundjet tumorale. Kemi rritur me një fond emergjence kaluar nga Këshilli i Ministrave të mërkurën e kaluar, kemi marrë një fond për 200 milion lekësh për të adresuar ato mungesa që ju i përmendët në ato barna. Po punohet tash së bashku me fondin për rishikimin e listës së barnave aktuale dhe në janar të 2026, kuptohet, në 31 janar për të qenë tamam të sakt, do kemi një listë të barnave të rimbursueshme të re, ku do të ketë dhe futje të molekulave të reja, që sigurisht do të sjellin trajtime të reja pa kosto financiare të qytetarëve. Duke theksuar edhe një herë rëndësinë e krijimit për herë të parë të rrjetit të ri kombëtar onkologjik dhe Institutit Kombëtar të Tumoreve, Ministria Sala theksin e vendosi edhe në përmirësimin e kushteve spitalore të onkologjikut. Përveç shtimit të kapaciteteve të poltronave për marrjen e kimioterapive, Ministria Sala tha se po punohet që ky shërbim të merret edhe në spitalet të tjera rajonale, pashën nevoja që pacienti të paraqitet në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Ka 2 javë që është ngritur ekipi, që po ndjek në mënyrë të përditshme menaxhimin, sidomos të kimioterapisë në QSUT, në spitalin onkologjik.
Kemi bërë një vlerësim të situatës brenda ambienteve që ka onkologjia, që të krijojmë dhe 2 hapësirat e tjera për të bërë kimioterapi dhe të kalojmë nga 19 poltrona në 30 poltrona. Shpresojmë brenda dhjetorit. Dhe trajtimi onkologjik të mos merret vetëm në QSUT, por me të njëjtat standarde të merret edhe në spitalet rajonale apo në qendra ku ekziston ambiente për të bërë trajtim me kimioterapi. Në buxhet të 2026-s, ndër të tjera për herë të parë është parashikuar mbulimi i kostove për disa shërbime jetike, siç është financimi për 300 pacientë që do të marrin shërbimin e trombektomisë në QSUT, me një vlerë financimi 480 milion lekë, si dhe kirurgjia e gjirit për 350 gra, të cilat do i nënshtrohen rekonstruksionit të gjirit me një vlerë prej 70 milion lekë. Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajmet ish komandanti i NATO-s që drejtoi operacionin kundër forcave serbe për çlirimin e Kosovës, generali amerikan Wesley Clark dëshmoi në gjyqin e Hashim Thachit dhe ish drejtuesve të tjerë të UÇK-s në Hag. Clark rrëfeu si e mësoi për masakrën e serbëve ndaj familjes së jasharajve. Bombardimi i dytë i Serbisë konsiderohet dëshmia e generalit Wesley Clark në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Ish komandanti suprem i forcave të NATO-s në Europë është dëshmitari i fundit i thirrur nga mbrojtja ish presidentit Hashim Thaçi. Ai është dëshmitari i 7 pas Michael Durkee, ish këshilltarit të tij, diplomatit amerikan Christopher Hill, Joe Covey, zëvendës kryeadministratori UNMIK në Kosovë, ish diplomatit britanik John Stuart Duncan, Paul Williams, këshilltar ligjor gjatë punimeve në Rambuje, apo ish ndihmës sekretarit amerikan James Rubin, me të cilin nisi saga e dëshmive. Ai u pyet për kohën kur u raportua se familja e jasharëve ishte vrarë. Menjëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill, dhe më thotë se duhej të flisje me presidentin e Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja e jasharajve, kishte shqetësime për këtë gjë. Por kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai ma shpjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak të kësaj ngjarjeje. Tani shqiptarët do të kundërpërgjigjeshin. Clarku pyet nëse kishte kontaktuar Slobodan Milošević për ta trajtuar çështjen e shqiptarëve të Kosovës. Unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam Miloševićin dhe ai refuzoi të fliste për këtë temë. E dinim që kishte vështirësi, por ai nuk donte të fliste. Sipas Clark, Milošević donte shfarosjen e shqiptarëve, por kur forcat e NATO sy në Kosovë, ai nënvizoi se dha udhëzime të qarta për generalin Mike Jackson se aty duhet të siguronin paqen, të mos lejonin spastrimin etnik dhe të bënin gjithçka për të zvogëluar aktet e dhunës. Dëshmia e Clark pritet vijojë edhe të martën. Më 5 nëntor u bën 5 vite nga arrestimi i shkrerëve të UÇK-s. Ata akuzohen për krime kundër njerëzimit. Ish drejtuesit e shtabit përgjithshëm të UÇK i kanë mohuar ndërkohë të gjitha akuzat. Të gjithë dëshmitarët kanë mbajtur të njëjtin qëndrim. UÇK nuk ishte një ushtri e mirë organizuar me hierarkit përcaktuar, dhe se roli Hashim Thachit ishte politik, i ngjashëm me atë të ministrit të jashtëm të vendit. Ishte gjithçka e përgatitur për Breaking News, më tepër ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime në radio, na ndiqni në frekuencat 105 FM. Në vijim do të jeni me kolegen Cassandra Pali në Shqipëri sot. Faleminderit që na ndiqni.